Po dëshira ime molla ka qenë që unë më orë student juajtja, po e ku post pa mundur me orë, për shkak që jam në listën e zezë të shtetit serb, dhe publikisht vitin e kaluar me ka kërcenu presidenti serb, Aleksandar Vučić, se bashku me të gjithë generalet e ushtrisë serbe, dhe kem në fa mënyre mu nuk më ka friksu, po me ka motivu që me punu dhe ma shumë për krimet vetë ata njerëz që i kanë bo e që më ka kërcenu mu, dhe me kanë dhonë një forcë shumë të modhe, edhe më kanë bo me mendu që armiki dhe me thonë pa me ndën për mu personalisht, edhe pa me ndën seriozisht për krimet që ka bo ndaj të gjithë shqiptarëve ku dhe që jetojnë në Ballkan. Edhe problemi im ka qenë që unë personalisht nuk u mujt me orë në studin e juaj atje, ose dëshira ka qenë shumë e modhe, por nuk më dosh me orë me rreziku, për shkak që jam i kërcenun nga shteti serb, edhe vazhdoj të jemi i kërcenun çdo ditë nga ky shtet. Totalisht e kuptueshme. Dhe ne të falenderojmë që ke nda kohë qofte dhe pa prezencë fizike, por ja kështu drejt për drejt. Esat, ke qenë ndonjëherë në Shkup? Në Shkup nuk kam qenë asnjëherë.